Këto janë pamjet nga aksioni Reneas një ditë më parë në Orosh që përfundoi me prangosjen e 2 personave me rrezikshmëri të lartë shoqërore pas 12 orësh thirrje për dorëzim nga efektivët. Në banesën ku ndodheshin Hamza Erzenuka dhe Julian Çumraku, u gjetën 5 armë zjarri të vendosura në mur, bashkë me një flamur me logon e ISIS, municion luftarak, granata dore, kapsolla detonatore dhe fitil zjarr përcjellës. Uka dhe Çumraku nuk ju bindën thirrjeve për dorëzim nga policia, madje edhe qelluan me armë në drejtim të tyre. Ishin fillimisht shërbimet e Komisariatit të Policisë së Pukës që gjatë kontrollit të territorit në fshatin Orosh konstatuan një person i cili sapo ka parë efektivët është larguar me shpejtësi, duke u futur më pas në një banesë të braktisur. Edhe pse ata i kanë kërkuar që të dilte nga banesa, ai nuk i është bindur thirrjes së policisë dhe ka kërcënuar efektivët. Të ndodhur në këtë situatë, bazuar edhe në informacionet e siguruara më parë për rrezikshmërinë e tij, efektivët rrethuan banesën dhe kërkuan ndërhyrjen e forcave policore të specializuara. Në vendngjarje shkuan menjëherë forcat speciale Renea, të cilat morën nën kontroll perimetrin e jashtëm të banesës, që mbahej nga forcat e Komisariatit të Policisë Puk dhe forcat shqiponja të Shkodrës. Në momentin që specialet e Reneas i kanë bërë thirrje personit të dalë, nga brenda banesës është qelluar me armë në drejtim të uniformave blu. Më në fund, pas 12 orësh në rrethim dhe pas negociatave me të afërmit e tyre, të 2 personat që ndodheshin në brendësi të banesës u dorëzuan. Në momentin e vedorëzimit, Hamza Uka kishte një plag në kofshën e djathtë, ndaj u transportua me ambulancë për në spitalin e Shkodrës. 35 vjeçari Uka u arrestua për veprën penale, nxitja urrëties dhe grindjeve, ndërsa 34 vjeçari tjetër Julian Çumraku me akuzën e vjedhjes dhe kanoses. Çumraku dhe Uka ishin prej kohësh në vëzhgimin e antiterrorit. Uka është ish pjesëtar i forcave paqërojtëse të Shqipërisë në Irak. Ai u dënua në vitin 2020 në akuzën e nxitjes terroriste. Në vitin 2015 ai u arrestua për përgatitjen e fëmijëve për t'u bashkuar me ISIS, ndërsa Julian Çumraku ka qenë emigrant në Francë me precedent të mëparshëm penal.